إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet, lavdatat i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atij i lutemi dhe vetëm Allahut i drejtohemi. Atij i përkulemi dhe vetëm Allahut i nënshtrohemi. Duat tona ja drejtojmë Allahut subhanahu wa taala në çdo moment dhe në çdo situatë. Dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, e falenderojmë Allahun që na zbukuroi me iman. E falenderojmë Allahun që na bëri pjesëtar të ehli sunnetit, të grupit të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam eci asaj rruge. Ne duhet jemi të kënaqur dhe të lumtur që e trasojmë dhe ecim pas rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i kemi njohtuar grupet e devijuara dhe të lajthitura dhe jemi larguar prej tyre. Të nderuar vëllezër, kur unë gjita në përshkallë që t'ju drejtohem juve prej këtij mimberi që është hera e parë në këtë xhami të re, më kapluan disa emocione. I kujtova dhe ktheva për një moment memorien nga arhivat e vjetra të qytetit të Shkupit, që qyteti i Shkupit në të kaluarën ka qenë i stërmbushur me xhami, ndërsa sistemi barbar, sistemi sërb, dora e zezë e Serbisë arriti që shumë prej xhamive të Shkupit ti eliminon, ti shkatron dhe ti prish. Të njëjtën kohë gëzohem që xhamia Kasim Pasha apo xhamia e Hafez Irfani, si kanë thonë që është këtu afër që ka qenë, gjeneratat e vjetra e kujtojnë, arriti muslimant. Allahu subhanahu wa taala e falenderojmë Zotin që arriti që të rikthehet edhe një herë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që u kthy në kohën tonë, në shekullin tonë. I falenderojmë kontributin e muslimanëve të këtij vendi edhe të kësaj lagje në veçanti, duke mos harruar t'i falenderojmë edhe ata që e vëndun në nënshkrimin, se është shumë e rëndësi. Ata njerëz që nuk din t'i falenderojnë njerëzit, nuk din t'a falenderojnë edhe Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye ju themi Allahu ju shpërbleft, walhamdulillah. Të nderuar vëllezër, sot me lejen e Allahut dëshiroj në pika të shkurtra që të flas dalja nga krizat në prizmin islam. Kur përmendet fjala kriz, secilit prej neve i shkon ndërmend kriza buxheti familjar, ekonomia e kështu me radhë. Mirpo, sigurisht që edhe kjo është pjesë e krizës, mirpo disa kriza të cilat muslimant i kanë kapluar në 10 vitin e fundit, ata janë shumë më alarmante, ata janë shumë më të rrezikshme. Kriza e të menduarit muslimanit, kriza e imanit të muslimanit,
kriza e vllaznillëkut të muslimanit. Këto të gjitha janë kriza. Gjithashtu edhe gjendja e muslimanëve dita ditës është duke u vështirësuar. Problemet shtohen njëra pas tjetrës, jetojmë domethënë në një amulli dhe në mjegullira të ndryshme, që secili prej neve thot, ku është shpëtimi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Musnedin e Imam Ahmedit është regjistruar hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, ku thot, shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, ja Rasul Allah, men najat? Shkova te pejgamberi islam, Uqba ibn Amir thot, shkova edhe ja ka bën një pyetje shumë interesante, një pyetje shumë të madhe, ka goditur në thelb, i ka rënë në mes punës, i thot pejgamberit alayhis salam, ja Rasul Allah, ku është shpëtimi? Ku ta gjejmë shpëtimin? Kështu ju drejtu Uqba ibn Amir pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në momentet krizave ka kërku ndihmë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alayhis salam, emlik alejke lisanek, rrudhe gjuhën tënde, mlidhe gjuhën tënde, ndalo gjuhën tënde. Pjesë e krizave të muslimanëve është edhe gjuha, mos kontrollimi i gjuhës, në atë se çka flet, a duhet me fol, a nuk duhet me fol, çka je duke fol, për çka je duke fol, a je duke fol khair apo sherr? Askush prej këtyre, prej muslimanëve, shumë një pakicë e vogël e kontrollojnë gjuhën. Kjo është krizë. Pjesë e krizës është mos kontrollimi i gjuhës. Emlik alejke lisanek, tha rrudhe gjuhën tënde. Po kjo virane shumë dëmban, shumë njerëz i shkatron, shumë familje i përçan, shumë vëllezër i ndan, gjuha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar, keni kujdes, shumë prej njerëzve që do t'i fut në xhehenem është gjuha, është edhe organi gjenital. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë arsye në hadithe të tjera thot, kush mi garanton këto dy gjëra, i garanton xhenet. I garantoj xhenet, ta ruan gjuhën e tij, edhe të ruhet që mos vjen në kurvëri dhe në amoralitet. Këto dy punë duhet t'i ketë parasysh besimtari. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që thuhet për njerëzve që flasin, ajo ka për të marrë në evidencë nga melek special, edhe në mënyrë shumë precize, që do ta kontrollojnë melekt atë njeri i cili fol. Për çdo fjalë kemi u llogarit. Këshillën e dytë që ia dha pejgamberi alayhis salam Uqba ibn Amir ishte wal yas'aka beituk. Kujdesu për familjen tënde, kujdesu për shtëpinë tënde, kujdesu për fëmijët e tu. Mos u merr shumë me njerëzit filani dhe allani. Duhesh me bë dua për muslimant, duhesh me këshilluar në rregull, mos u merr me problemet e të tjerëve, merru me problemet e shtëpisë tënde. Kur secili prej neve do të angazhohet me familjen e tij, sigurisht që edhe punë Allahu subhanahu wa taala kish për të na përmirësuar edhe më tepër. Porosin e tretë që dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte wabki ala khati'atik, edhe çaj për gjunahet e tua. Qaj, brengosu për gjunahet e tua. Secili prej neve nëse e kish llogarit kur shkon shtëpi mbrëmje, para se të bjen në jastëkun e tij që të flen dhe të thot, ta llogarit veten e tij, sot çka bëra për Allah? A bëra ndonjë gjunah edhe të pendohet edhe të bën istighfar, sigurisht që punë do të ishin më të mira. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritnja veten e juaj para se të merreni në llogari. Duhet qajsh për gjunahet e tua. Duhet mërzitesh për gjunahet e tua. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej pikave të cilët mund ta zbusin krizën apo mund ta eliminojnë në tërësi krizën është në një lutja gjatë natës. Që kanë përmend dietarët, lutja gjatë natës me bë dua, po gjithashtu edhe me fal namaz të natës. Kjo është ajo të cilën e zbut krizën.
Por shkak se lutja është edhe një send që nuk të lodh shumë, se duhesh me i qut durt për ibadeteve shumë të lehta. Duhesh me i qut durt edhe me bë dua, me pastru zemrën tënde dhe me u lut Allahu subhanahu wa taala për problemet, pengesat, krizat e ndryshme të cilët ballafaqohen musliman, që Allahu t'i largon dhe t'i eliminon në tërësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "A'jazu an-nasi man ajaza 'ani ad-du'a." Hadithi është hasan, që thot Sheikh Albani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: më i paafti është ai njeri i cili është i paaft kundrejt duas së tij. E neglizhon duan e tij, nuk bën dua. Edhe nuk fal namaz natë asnjëherë. Ne dulëm prej Ramazanit. Shkolla e Ramazanit besoj që duhet na kish mësuar se duhet muslimani me vazhdu me fal edhe namazin e natës. Nëse nuk na ka mësuar, atëherë ne prej Ramazanit shumë pak kemi marr dobi nga Ramazani. Për arsye se namazi i natës nuk përfundon me përfundimin e muajit të Ramazanit, po vetëm se duhet vazhdosh edhe jashtë Ramazanit. Tregon njëri prej muslimanëve të parë, thot: "A e dini si ja nisa me fal namaz natë? Isha në shtëpi, djalin e çova në mekteb." Se përpara muslimanët i kanë çuar fëmijët nëpër mektebe. Edhe gjeneratat e vjetra e dinë se fëmin duhet me e qunë mekteb, jo me e lanë në sokak edhe në përmahalla me marë edukat. Në mekteb të hoxha me mësu shartet, me mësu fen, me mësu besimin islam, me mësu Kur'anin. Jo me filozofu. Duhet me mësu Kur'an, duhet me marë edukat prej hoxhallarve. Kur të zbehen mektebet, kur të zbehen xhamit dhe nuk do të ketë fëmijë, atëherë vaj për neve. Tregon ky njeri, thot: "Djali jem i vogël më mësoi me mësu namaz natë me fal." Si ashtu? Thot: "Po djalin e çova në mekteb." Kur e çova te mektebi, hoxha e ka mësu përmendsh disa ajete, fillimet e ajetit: "Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalib." O ti i mbështjellur me organ që je i mbështjellur, çu edhe falu natën. Edhe kur ka shku te baba i vet, thot: "O bira, mësove diçka?" "Po mësova." "Çka mësove?" "Këto ajete i mësova përmendsh." Thot: "Po bab, kam dëshirë, mirë po unë kuptimin hoxha na i ka tregu, edhe thot që natën më çu me u fal." "Po ti bab, nuk po të shoh unë, natën nuk po zgjohesh me u fal. A ka mundësi me anis?" Edhe kështu fillon baba i tij edhe fal namaz. Do të thonë si shkak ka qenë biri i tij i cili e ka mësuar që të fal namaz. Gjithashtu prej muslimanëve të parë, shumë interesant është, thot: "I kum marr këmbët e mia, i kam rre me kamxhik." Në aspektin figurativ, tash po e them kështu. Pse? Nuk po dëshin më u fal. Këmbët nuk dëshirojnë që të qëndrojnë para Allahut subhanahu wa taala që të falen natën. Kam marr kamxhikun edhe i kam rre. Ju nuk doni më mirë, po ju edukojnë dunja para se dalim nesër para Allahut subhanahu wa taala, edhe do të bëhet vonë. E dyta, të nderuar vëllezër, çështjet të cilët e zbusin krizën apo eliminojnë në tërësi është edhe mbushja e kohës me ibadete dhe me adhurime. Muslimani vazhdimisht duhet ta mbush kohën e tij me ibadete edhe me adhurime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El ibadatu fil harji ka hijrati ilay." Adhurimet në kohën e krizave apo në kohën e sprovave janë sikur se me bë hijret, me u shpërngul te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë punën e kanë të madhe. "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Allahu thot: "Adhuroj Zotin derisa të vjen vdekja." Deri në fund, nuk ka unë tash po pushoj. Gjatë Ramazanit u kry puna dhe tash veç xhumon po e fali. Nuk është musliman i sigurt ai. Ai duhet vazhdimisht zemra e tij të jetë e lidhur për xhamien, nëse dëshiron që Allahu t'i ngrit, t'i largon sprovat nga kokat e muslimanëve. Gjithashtu prej pikave tjera që i kanë përmend dietarët është edhe bindja në ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Ne duhet të jemi të bindur që Allahu subhanahu wa taala ka me na ndihmu, do të na ndihmojë duke ja shtuar këtë edhe punën të cilën ne vazhdimisht mbështetemi në Allahun subhanahu wa taala. "Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin." Allahu subhanahu wa taala thot: "Obligimi ynë ishte që të ndihmojmë besimtarët." Është puna jon, është obligimi jon që na të ndihmojmë besimtarët. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej pikave me rëndësi është mulazamatul ulama, është qëndrimi me dietar, shoqërimi me hoxhallarët, me ndet me hoxhallarët, me marr prej tyre dije edhe ilm. Kjo është e cila na mungon, për shkak se tash është e vërtetë se edhe teknologjia e ka bërë se cili prej njerëzve e ka hoxhën e vet në internet edhe merr prej tij, mirë po në shumicën e rasteve mund që të bjen viktim e gabimeve, për shkak se këshilla dhe udhëzime marrin nga njerëzit e vegjël.
Nuk marrin, ose marrin nga ato anonimusat, të cilët askush nuk I di dhe I lakon majt edhe ngjath. Islami duhet merret nga buzat e dietarëve, nga hoxhallarët eminent të cilët I ka dëshmuar bota islame. Atëherë kur do t'i ndëgjojmë ato, sigurisht që Allah subhanahu wa taala do të lëshon edhe bereqet tek muslimanët. Edhe e fundit, të nderuar vëllezër, ajo që e kanë përmend dietarët prej pikave që e eliminon edhe e largojnë në përgjithësi krizën tek muslimanët, edhe problemet dhe brengat, është edhe sadakaja e fshehur. Kur jep sadakat fshehur, gjithashtu në Ramazan e keni mësuar se duhet me dhënë sadaka, me ndihmu muslimanëve, me ndihmu nevojtarëve, me ndihmu fukarave. Kur jep sadaka, Allah subhanahu wa taala ti largon brengat, ti largon krizat të cilat I ke në kokën tënde. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Es-sadaqatu sirri tutfi'u ghadabu rabb." Sadakaja e fshehur, kur e jep lëmoshën në mënyrë të fshehur, ajo e shuan dhe e fik hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ma min yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Çdo ditë thot kur e çel drita robin e Allahut subhanahu wa taala, I zbresin dy melek. Dy melek I zbresin çdo personit. Edhe I thonë kështu: Allahumma a'ti munfaqan khalafa. O Allah, kur shkojnë te bujari, te gjymerti, I thonë kështu: O Allah, këtij gjymertit jepi edhe më shumë. Edhe atë çka e ka dhënë kompenzoja, mos ja le bosh. Me thonë jepi edhe më tepër, se ky ka dhënë. Kështu thonë. Pastaj te ai tjetri që nuk jep, shkojnë këto melek edhe e bëjnë këtë dua: Allahumma a'ti mumsakan talafa. O Allah, ky që nuk jep, harxoja atë pasuri, që mos ta gëzoj edhe vetë. Edhe atë çka e ka, harxoja. Këtë dua e bëjnë melek. Për këtë arsye, e lutim Allahun subhanahu wa taala, ka sigurisht që edhe shumë pika tjera që duhet të përmenden, që Allahu të na ruan nga belat, sprovat, krizat e ndryshme që I kanë kaplu muslimanët, po ne e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na përmirëson, të na vetëdijson në rrugën e xhairit, në rrugën e pejgamberëve. Harta jon, rruga jon, të jetë rruga të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mësoi sahabeve dhe muslimanëve në përgjithësi. Ne nuk do të jemi të humbur përderisa e ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa at-tawwabur rahim.